Ka njerëz që hynë histori me tituj, dhe ka tjerë që hynë histori me zemër. Papa Francesku ishte i dyti, një njeri që nuk zgjodhi të sondoj, por të dëgjoj, që nuk e ngriti gishtin, por zgjati dorën, që nuk e fliste botës nga lartë, por e shihte në sy. Ai nuk erdhi për të tregu sa i madh është papa, por sa e rëndësishme është mirësia, sidomos në kohë të vështira kur njerëzit mbyllen brenda vetes si në bunker. Francesku na mësoi se të jesh i mirë nuk është naivitet, por forcë. Që të jesh i butë nuk do të thotë të jesh i dobët. Na mësoi të mos kemi frikë nga lotët as nga pyetjet. Na mësoi të flasim ma pak për dënime dhe ma shumë për mëshirë. Të mos përjashtojmë, por të përqafojmë. Ai foli për emigrantët, për të varfrit, për të harrumt, por në fakt po fliste për secilin prej nesh, në momentet kur ndihemi vetëm, të vegjël e të papërkrahur. Papa Francesku nuk donte të ishte i përkryer, por i vërtet. Dhe kjo ishte forca më e madhe e tij. Sepse bota nuk ndryshohet vetëm me fjalime. Bota ndryshohet kur një njeri me zot të qetë guxon të thotë, unë besoj te ti, edhe kur ti nuk beson më te vetja. Kjo ishte trashëgimia që na la Papa Francesku. Një kujtesë e butë që njeriu me gjithë gabimet e tija është ende i denjë për dashuri, për shpresë dhe për dritë. Është një mirë, ti një trëndafil i burë dhe unë një karafil nga këta të baqës të egrë. Nga ta që thahet, nga ta që rikë shumë, se nuk i herë njëri ujë. Jo, shumë i bukur. Faleminderit Dojna. Shumë i bukur. Kush do më këpusi sot? Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë ditë shumë të veçantë, sepse sot, pikërisht sot, ne kemi fest. Dasëm. Jo. Ditëlindje. Ditëlindje pra sepse piranjat mbushin 3 vjeç, do të thënë 3 vjeç pa një ditë. Më kujtohet ajo kënga ase vogël më ase madhe se që në ketup po moj namus qare. Unë sa të desha dhe të dua moj piranja. Por jo 3 vjetë sa theti? 3 vjet pa një ditë. Sak fare i bie 3 vjetë pa 3 orë. E më mirë, kanë detaje. Tani do të bëjmë atë që bëjnë të gjithë kur kanë ditëlindje. Presin të hajnë tortën. Ja. I frynë qirive. Ja, është modë e vjetër kjo. E gjitha. Do pim, do pim, do dike më fare sotë, do pim ujë me gazë, edhe do bëjmë i tapë, dhe do dalim buzë autostradë, do pim cigare, edhe poria vetëm. Se ka dalë si mod kjo tashi? Jo. Ka dalë si mod? Kjo ka dalë si mod, po, që parkojnë makinat shumë bravo, se kam kuptuar kur, shotë të rinj, grupe të rinj, që parkojnë makinat në autostradë, bëjnë muhabet. Është më lirë, më dojnë është më lirë. Jo, ne do bëjmë atë që është karakteristike shqiptare, Florë. Që? Të krahasosh me të tjerët, si shtoshte mami kur ishte i vogël. Qa keti më pak të djali filanit, qa keti të mungon gjë ty, gjithat mirë ati ke, ja djali filanit, shkëlqen. Ja presin e thojt ati, ti presin e por, lumë si ata... Krasojme me gjithë 3 vjeqarë praktikisht. Lumë ata që janë 3 vjeqë sot, që kanë vetëm lodra, kjo është problemi vetëm, ku e lash lodrën, ku e kam dinozaurin, më këtë e shkiti dinozaurin, se kur të kaloni 30 e sipër, sa të shtrini për të fjetur,
Sa të mendoni që po ju zë gjumi, është një zë brenda kokës, si dhe sot Flora për mendimin tim nuk bone mirë që i folja ashtu aty. Ja, për mu, ja. Të gjithë Ore, ja, fike sot mund t'i Flora, se mu më vjesë jere djegme, nuk e ti ty, po mu po më vjesë jere djegme, Flora, ha? Ore, se s'ma ke thonë një herë ti, Flora, se në Flora ka dyja një generator aty, Flora, ha? Ma thoj, Flora, ha, mos e, edu, pusho, po mi, po pse po i japi miliona euro atyre, ha? Pse po hajmë ushqime me pesticide, ha, Flora? Pse me thonë, dhe sa mendon se i the pusho, dhe i pushoj, fillon një zë tjetër në kokë. Për shembull, I cili thot. pse nuk përgjigjet ministri Adenaj për ushqimet me pesticida? Flej tashim, lera atë. Qa u bë me kryetarin e bashkisë së Roskovecit, pse nuk e procedojnë? Lera atë rëshin. Dhe, ndodhin gjithë të gjëra, dhe të kalon një mushkonjë aty, ta bën... Se u qave nga unë! Dhe dikush e bukra që pasi i ke zgjidhur gjithë to problematika, të vjen një shkel nga gruaja. Me dashuri. Po la garita, ball se lenam. Theu nga ana tjetër. Ose dhe jastikun para. Të ndihmoj dhe unë. Ose ik të ngushin. Por ne, qartë dashurie, por ne në 3 vjetë kemi kafshuar ata që nuk guxon t'i kafshoj njeri. Kemi hetuar korrupsionin, abuzime, mashtrime, shkelje, shpërdorime. Kemi hedhur dritë mbi plagët më të rënda të shoqërisë shqiptare dhe kemi treguar realitetin të zhveshur totalisht. Në 3 vjet kemi ekspozuar 12 pedofil, 11 manjak seksual, 25 përndjekës, 35 mashtrues, 5 magjistar apo egzorcist dhe shumë prej tyre kanë përfunduar në pranga. Në 3 vjet kemi hetuar 16 tender korruptiv, 10 abuzime me fonde publike, si dhe 11 krime mjedisore. Jemi ballafaquar me 10 kryetar bashkie për shkelje nga më të ndryshmet, 13 drejtorë ose drejtoresha apo krerë të tjerë institucionesh. Në 3 vjet, 35 raste të trajtuara në emision kanë gjetur zgjidhje. Mos të harrojmë dhe 3 vjet, 3 bashkëpunime me lejene. Që kjo do... Kush e ka bërë? Hapra! E shumë të tjera që do na duhej gjithë emisione sigurisht për ti përmendur. Mos t'i mbetet hatri, ju lutem kush nuk e dëgjoj emrin, ju kemi... Di, si ajo mushkonja natën. Faleminderit gjithë juve në këto 3 vjet, stafit, publikut, por sidomos pushtetit. Faleminderit që jeni, unë dhe them të, faleminderit pushtet që je kaq skandaloz, sa që në detyrove që ne së bashku të krijojmë këtë super emision, fal të cilit Shqipëria është pak më e mirë. Dhe më bukur ta hapësh të emision jubilar me një fytyrë të re të politikës, me energji të re, një vajzë mendje ndritur që e peshon fjalën, kur e lëshon. Është karizmatike. Është bërë dhe personazh mediatik. Zegjineja nga Roskoveci. Falë, pse është e vërtet kjo? Po. Unë thasë është telenovel turke, më. Jo, mërë është njëri. Unë gjela duke bërë kështu zapin në televizor. Kush po jep të telenovelën turke? Zegjineja, ky prototip i ri roskovecian është shfaqur në arenën e debatit publik me një retorik copy-paste nga ADN-ja e liderit. Po nga do ngjaj, më thuajti. Po për te fjalorit... She rushin dhe piqet. She rushin dhe piqet molla andi nga... Ato mollat e darda që i hanë ju mrapa shpine. Por për te fjalorit të TikTokut dhe fytyrët të freskët si vesa e mëngjesit, prapa Zegjines fshien të njëjta eksese që fundosën gardën e vjetër të partisë në pushtet. Ne i bëm një vizit. Shikoni, sonte, ora 21, Zegjineja dhe bëmat e saj, live, vetëm tek Piranjat. Betejë elektorale e këtij viti po zhvillohet më së shumti në rrjetet sociale. Drejtues forcash politike dhe kandidat për deputet kanë zgjedhur që komunikimin me publikun ta bëjnë nëpërmjet Facebookut, Instagramit apo TikTokut. Disa kanë zgjedhur të flasin për ide dhe programe, disa të tjerë të takojnë qytetarët dhe disa të tjerë të sulmojnë pa pushim kundërshtarët politik. Por mes tyre ka disa që janë kthyer në hite të vërteta në këtë muaj politikisht të nxehtë. O Rame, kishe nxjerr shoqet me kërcyr, Rame. Po shokët më ram,
Të tundën e qike 77-313. Po si ka mundësi, mo? Si mundesh, mo, t'jesh i leqar i pangoput? Si mundet, mo? Po si s'te ka marrë maui, mo, të bësh një gardë ndershme? Ja, mo, fitove, herë, 2 herë, 5, do vdesësh, mo, një ditë. Si unë, mo, do vdesim të 2 një ditë, mo. Basha dhe Lapa i thuaj se janë tjetërsuar gjatë kësaj fushate duke u kthyer në persona krejt të ndryshëm nga ata që kemi parë më përpara. Por sidoqoftë, hiti më i klikuar i këtij muaji përket dikujt tjetër. Një personazh fare periferik dhe i panjohur deri kur thërriti, "O Gazo!" O Gazo, të përshëndes nga Atina, shife sa është ku, shife. Gazo, po ku jem o Gazo? Në videot e vazhdueshme të Zegjines së Roskovecit me objektiv Gazmend Bardhin, drejtuesin e fushatës së Partisë Demokratike në Fier, vërehet fare qartë një gjues forcuar. Ndërkohë, shprehja e fytyrës jep ide një personi që nuk është se e bën me aq qejf çfarë është ngarkuar, sepse në fakt burimet tona na informojnë që daljet e Zegjines janë të pilotuara nga shefja e saj në fushat Belinda Balluku. Nejse, çështje strategjish për relativizim të kundërshtarit që ngjisin vetëm tek militantët. Ajo që për ne ka rëndësi është vetë personazhi në fjalë, e cila është një njohje 2 vjeçare e Jona. Në fillim kur banorët e Kurjanit, të cilët vendosën të hedhin çakull në rrugën e amortizuar të fshatit, u paditën në polici. Po dhe një makinë çakull këtu dhe u bë problema punë para disa ditësh, erdhi policia këtu. Po pse e hodhët çakullin? Ishe pakalueshme, s'vinin dot as për te shkolla, as për te doktori. Unë kam gruar me barkçar, e çoj ditë për ditë e vizitoj. Tu s'mund t'ikësh në kamp, të dhajmë veshkat, jo t'ikësh me makinë të marrësh një cëmur. Dhe kush e bëri kallëzimin ndaj fshatarëve? Shkelja është kryerja e punimeve pa u pajisur me lejen apo autorizimin përkatës. Unë jam gjendur përballë këtij fakti, kam bërë një kallëzim në polici për të gjetur qytetarin e vërtet apo personin që e mori përsipër këtë gjë. Por Zegjineja e Roskovecit nuk e kishte problemin me rregullimin e rrugës nga banorët me lekët e tyre, por tek përdorimi politik i çakullit. Ishte një qytetar i thjesht apo ishte një person që ka interesa politike mbi këtë fakt? A është ky një krim? Nuk mundet një drejtues politik të ndërhyjë në një pronë publike pa një leje apo një autorizim përkatës. Është turp për atë në vend që ata banorë ti falenderoj, të thotë ju faleminderit për shërbimin sepse unë nuk e pata mundësinë, më doli jashtë kontrollit, por i terrorizon duke çuar dhe policinë e rendit dhe policinë bashkiake dhe në Kon Aramet nuk ka ndodhur kjo. Pasi ka futur në burg bashkëfshatarët e saj, Zegjineja do të përfshihej në një skandal për të cilën bashkë me shefen e saj Majlinda Bufi kanë përfunduar të dyja në SPAK. Gjoja atë, 5 milion lekë minimalisht gjobën edhe vetë dhe në pikë burgë. Ky kërcënim me burg ndaj një banori të Roskovecit nga Zegjineja shoqërohet me një ftesë për të punuar për Partinë Socialiste në fushatën e zgjedhjeve vendore të 2 viteve më parë. Një shantazh i hapur që dënohet me ligj. Do t'i përgjigjemi bashkë Gazit me që ke bërë ka shumë thirrje. Po. Të tjera. Gazo! Gazitu. Shiko ku jam të keqen motra me Zegjinen e Roskovecit. Po. Do t'i thuash diçka se ke dëgjuar? Çfarë do t'i them? Gazi do i përgjigjem me videon e radhës edhe jam duke e përgatitur. Faleminderit. Në fakt, përpara se të shkojmë tek video e radhës e shakaxheshës së Roskovecit, le të bëhemi pak serioz dhe të kuptojmë se si u kallëzua nga qendresa qytetare për përdorim të aseteve shtetërore në fushatën zgjedhore, apo se si shantazhoi qytetarin në zyrën e kryetares së bashkisë. Si ka mundësi që akoma pa u zgjedhur deputete e zonës u kallëzove në KQZ? E ke marrë përdorim të burimeve marrë informacionet gabim. Në kohë fushat. Marrë informacionet gabim. Po videoja e kapur nga Piranja të thotë diçka? Që që duhet i shërbente kryetares së Bufi sepse ja vlen. Jam në takim. Sipas teja ka vlet shërbimi i kryetares. Do të bëj video nga Gazo. Gazo ja ka vlet shërbimin që i keni bërë kryetares, me sa duket Zegjine. Shërbimin tani mos e ul veten të kaq e bezdisur. Si do jetë ardhmja jote politike sepse akoma pa filluar. Tani mos akoma pa filluar muami. Po të lutemi vazhdo mos të bëj kallëzimu, mos më detyro mua tani vazhdo. Pafshim, shumë faleminderit. Okej, Zegjine, po të lënë përgatisësh video mesazhin e radhës. Dhe Zegjineja na e dëgjoi menjëherë fjalën. Gazo, ku je o yll? Jo mo, i them Netflixit, vlla mere seriozisht, bëje telenovel turke se e ke bestseller, ka marrë në fund është. Mos e thuaj këto gjëra se mbase të gjën dhe bëjnë
Ore, kjo e fiton bigun pa hyfare, është... Merë. Dhe, me që jemi të këduar trokitjet, dojna, e ki gjuar të shprejë të shtifë në vëllë. Po që shkëpit? Ha? Pa janë gjëra që thuen këta? Po të shi... është edhe versioni më shtifë në vëllë. Më shtifë në vëllë. Kur përton me hap gromën, kështu, e di shke në lopatën edhe më shtifë në vëllë, se jem të përtu me... Jo, e përdorin mamat e jugut shumë, për fëmijët që mos i merrim sysh. Po, vdeksh sa i mirë që je, a unë kësha zemrën, ma të dhive jetën. Ka shumë, tu thaf të dora. Tu thaf dora, edhe pastaj... O zotë sa të rënda janë. Qërë dashuri, nuk e di. Dashuri jugu. Dhe themi ne pse jemi këshu. Ha pra, se nga kjo shpreje, lini dhe ideja e inceneratorit të Tiranës. Me cilin vazhdo. Po nga kjo, me të cilin vazhdojnë të na vjedhin dhe kryetari i Bashkisë Tiranës i detyroi bizneset që t'i dërgonin të gjitha inertet tek inceneratori Fantazën. Edhe shkojnë atë, po to kseri si me mirë po, pasi plasi skandali inceneratorit Tiranës, Agjencia e Pronave Sekuestruara dhe Konfiskuara, që ka dhënë zotërim inceneratorin, thotë se ky i fundit nuk ka më kapacitet. S'ka më, ky që s'ekziston s'ka më kapacitet. Po se pyetja ime është shumë e thjeshtë, to dherat. Ku shkojnë dherat? Po to kseri si me. Apo, dherat marrin ven, se shkon dhe si fjali. Fati i keq që nuk i ndjekim dot me vrapas përgjegjësit, se nuk janë më mes nesh. Janë brënda. Dhe këtë skandal, Bashkia e Tiranës po mundohet ta gropos 7 pash nënve. Por, ne kemi piranjën ton. Ja, mos po thuaj. Zotin Kuqi. Ja. Ose, siç agjensitë ndërkombëtare të inteligjencës i quajnë Mr. Red. Ose El Señor Rojo. Shikoko. Apo si mi kombinu sot me zotin Kuqin, të cilin nuk e mbante dheu dhe shkoj personalisht në Bashkinë e Tiranës për të marrë vetëm një përgjigje. E mori? Përgjigjen jo, po ama mallkime. E hapën marrë. O ti kshu, o ti e shu. Po me zotin Kuqin çfarë? Me Mr. Red. Ja thanë dhe në anglisht edhe në spanjisht. Në vitin 2018, Bashkia e Tiranës do të detyronte të gjithë ndërtuesit që dhera dhe inertet që dalin nga gropat e pallateve të reja që do të ndërtohen, të depozitoheshin në inceneratorin inekzistent të Tiranës. Aso kohë administrohej nga koncesionari Integrated Energy, me pronarët tashmë të shpallur në kërkim, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Marrëveshja me koncesionarin do të nënshkruhej nga Bashkia e Tiranës, ndërsa për zbatimin e saj do të angazhojë Policia Bashkiake, Drejtoria e Punëve Publike dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit Tiranë. Sipas kësaj marrëveshjeje, që asnjëherë nuk u bë transparente dhe madje në shkelje të ligjit nuk u kalua as në Këshillin Bashkiak, ndërtuesit ishin të detyruar të bënin një marrëveshje me inceneratorin inekzistent të Tiranës, ose në të kundërt nuk do të pajiseshin me leje ndërtimi. Ajo që u mësua ishte se ndërtuesit do të detyroheshin t'i paguanin inceneratorit inekzistent nga 5 deri në 10 euro për metër kub, në varësi të klasifikimit të mbetjeve. Dhe për këtë, Bashkia u kujdes që të vinte në dispozicion strukturën e saj administrative dhe të bënte të mundur që të gjitha parat të shkonin te Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Dhe jo pak, por kemi të bëjmë me një aferë që shkon deri në 60 milion euro. Por pasi skandali plasi dhe prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do ta vendoste inceneratorin inekzistent të Tiranës në sekuestro për korrupsion, gjëra ndryshuan. Administrimi do të kalonte në duart të Agjencisë Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, e cila do të gjente në arkën inceneratorit inekzistent të Tiranës, vetëm 40.000 euro. Por kjo është çështje tjetër. Pyetja është se çfarë do të bëjë me dherat e gropave të hapura cep më cep Tiranës me një bum ndërtimesh të panjohur më përpara. Sepse pasi Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara do të merrte në administrim inceneratorin inekzistent të Tiranës, ndërtuesit që më herët ishin të detyruar t'i depozitonin dherat në landfill, do të detyroheshin të kërkonin forma të tjera. As pak të lishme, ose thënë më qartë,
hill ku të mundesh, duke shkaktuar një masakër mjedisore që konsumohet çdo ditë e çdo natë përpara syve të qytetarëve. Jemi në Zadherë, shumë pak kilometra nga qendra e Tiranës, aty ku kulla dhe luksi nuk e fshehin dot masakrën mjedisore që po shkaktohet. Ditë dhe natë pa ndërprerje, 10 kamion të ngarkuar me inerte nga gropat e pallateve dhe komplekseve të reja që ndërtohen në Tiranë depozitohen këtu. Në shkelje të plotë të ligjit dhe pa u penguar nga askush. Por të siguruar mbi vërtetësinë e sa tha më sipër, na u tesh një vëzhgim disa ditor, duke parë nga afër atë që po i shkaktohet mjedisit. Dhera dhe inertet sillen këtu me kamiona dhe depozitohen pra një fushe, duke shkatëruar jo vetëm tokën bujqësore, por dhe shtratin e lumit, i cili nuk është kursyer as pak nga kjo masakër. Madje një pjesë e tij është dorruar në porrua për shkak të ngushtimit nga dherat. Për të kuptuar ndryshimin, mjafton të shohim këto pamje të marra nga Google Earth pak vite më parë, të cilat dëshmojnë qartë se çfarë ka bërë dora e njeriut në kaq pak kohë. E nëse mendoni se kjo masakër mjedisore nis dhe mbyllet në Zadherë, e keni gabim, sepse fatkeqësisht ka akoma. Në Tufin, pak kilometra larg bazës së parë, është krijuar një tjetër vend depozitimi ilegal, ku mijëra metër kub inerte shkarkohen çdo ditë. Fare ngjitur me varrezat, 10 kamion shkarkojnë të pashqetësuar nga askush dhe largohen qetësisht. Vijojmë më tej. Tek Muraga, një zonë pak kilometra larg qendrës, në të cilën kamionet me dhera dhe inerte bën një vajtjeardhje thuajse të pandërprer. Nga pamjet shihet qartë sasia shumë e madhe e materialit të shkarkuar, edhe këtu, në shkelje të ligjit. E njëjta situatë është dhe në Mëzez, një zonë që pas ndërtimit të unazës së re ka marrë një hovë zhvillimi, me pallate dhe komplekse të reja, që pas fasadave të bukura fshehin shëmtin që ka shkaktuar dora e njeriut. Grumbuj të mëdha inertesh që shtohen çdo ditë fare pranë komplekseve të banimit. Keni marrë informacione që hidhen inerte? Ja. Pa leje? Ja, pra, kjo është policia bashkiake, e cila vjen, verifikon që këtu hidhen inerte pa leje dhe në vend që të përgjigjet dhe thoj se çfarë masa është po merr, largohet. Madje edhe rrezik duke na shtyp dhe na hedh në liçen. Në Baldush, inertet janë hedhur direkt në shtratin e lumit Erzen, duke devijuar rrjedhën normale të tij, por edhe duke shkaktuar një dëm ekologjik për të gjithë zonën përreth. Ndërkohë, situata nuk është as pak më e mirë në Sharr, ndoshta edhe për shkak të distancës. Atje shkarkohen dherat e nxjerra nga gropat e pallateve që pritet të ndërtohen në zonën pranë digës së liçenit artificial. Por le ta bëjmë të qartë, nuk bëhet fjalë për landfillin e Sharrës që ndodhet fare pranë, por për shtratin e lumit dhe tokën bujqësore. Por disa net, deri në orët e para të mëngjesit, kemi ndjekur kamionet që dalin nga shesh ndërtimet e kullave të reja që po ndërtohen në këtë zonë. Itinerari është i përcaktuar nga gropat e ndërtimeve drejt Sharrës, aty ku shkarkohen dhe nisen për të marrë ngarkesën e radhës. Një vajtjeardhje e vazhdueshme në zemër të kryeqytetit, duke sfiduar ligjet e shtetit, ndërsa institucionet vendore duke qartë se kanë vendosur të mbyllin të dy syt përballë kësaj masakre. Por nga vëzhgimi disa ditor që bëm, kuptuam diçka. Kjo palishmëri po bëhet tepër e koordinuar mes të gjithë aktorëve të përfshirë. Pse e themi këtë? Në çdo natë që me grupet tona të shpërndara në terren, ndoqim kamionet e firmave të ndryshme, por çudinë tonë të gjithë bashkoheshin në të njëjtën pikë të shkarkimit, duke na dhënë idenë e qartë se ka një bashkëpunim të ngushtë mes tyre. Pa autoritetet, a janë në dieni se çfarë bëhet me dherat dhe inertet që dalin nga gropat e kullave të reja. Zëri Sani, së pari urime për të tyre. Ku shkojnë dherat që nxirren nga gropat e pallateve të reja që duhen në Tiranë? Jo aty. Shihni njerëz se s'e kuptova. Zëri Sani, ku shkojnë? Incineratori i Tiranës u ka mbyllur dherë. Ja u tregoj unë se ku dar, po të kishit mundësi që të na dëgjoni pa. Në takimin e parë, pavarësisht urimeve të përzemërta që i bëm, zonja kryetare në detyrë nuk na dha asnjë përgjigje. Prandaj vendosim ta provojmë përsëri. A ka mundësi të bëjmë një bisedë qytetare? Po ja, pra qytetare për kërkoj. Të lutem, mo. Çfarë po bën më? Çfarë po bën? Ku po shkon? Nuk është. Ku po shkon? Edhe takimi i dytë nuk shkoi as pak mirë. E vetmja gjë që funksionoi në perfeksion ishte perimetri i sigurisë, i përbërë nga 5 policë bashkiak, të cilët duke qartë se nuk kanë ndonjë punë të madhe për të bërë, përveç ruajtjes së derës. Sidoqoftë, e treta e vërteta. A ka sot Bashkia e Tiranës, zonja Ristani, një vend të përcaktuar për depozitimin e dherave dhe inerteve që dalin nga gropat e reja të kullave që ndërtohen? Kësaj radhe jemi të sigurt se dikush më në fund na ka dëgjuar. A do të reagojnë?
Se besojmë, sidoqoftë ka edhe një tjetër institucion që mundet të ndërhy për t'i dhënë fund masakrës mjedisore. Prandaj u drejtuam Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Ky inspektoriat është gjithmonë, po themi në gatishmëri 24 orë për t'ju përgjigjur dhe për të ndërhyrë, për të zgjidhur problematikat, për të parandaluar, sepse detyra funksionale e IKMT-s, e kësaj drejtorie, e këtyre sektoreve është mbikëqyrja, kontrolli për parandalimin e palishmërisë mjedisore në trajtimin e mbetjeve, qofshin ato inerte, urbane, dherash apo të llojeve të ndryshme. Se si ka mundësi, ka ndodhur një fakt i tillë që nuk është vëzhguar, mund të lidhet me shumë faktorë. Domethënë arsyetimet besoj se kjo lloj pyetje thash, ndoshta lënë të nënkuptosh, mos ndoshta kemi veprime për të cilat ka një udhëzim për tu korruptuar apo të mollë njësi se është filani edhe, nuk besoj dhe nuk e vë fare në dyshim. Në rastin konkret, ku kemi 6 pika të nxehta në mes të Tiranës, a ka dështuar Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit për ta parandaluar këtë? Në këto momente të jap një përgjigje dhe me ngarkua, si thosh, kolegët apo institucionin ku punoj, me një përgjegjësi të tillë më është pak e vështirë. Sepse edhe mund të ketë në kuptimin e asaj sektor apo inspektor të cilët edhe mund të kenë rrëshqitur diku. Këta inspektor që sipas Zotit Nishani kanë rrëshqitur, a nuk duhet të përgjigjen para ligjit? Hapat që do të merren do të jenë nxjerrja një urdhri urgjent nga kryeinspektori përgjithshëm, duke paraqitur faktin për ngritjen e grupeve në terren për verifikimin e situatës dhe nisjen e punës pikë së pari për identifikimin e shkaktarëve, e autorëve të këtyre masakrave apo krimeve mjedisore. Në bashkëpunim me institucionet, me komisariatet përkatëse, me policinë bashkiake, siç thash ndoshta dhe duke bërë kallëzime kryesisht në prokurori për të mundësuar identifikimin e autorëve. Giovanni Falcone këshillonte tuesit e tij, ndiqni parat. Të njëjtën këshill do t'i jepnim edhe ne, organeve ligjzbatuese, ndiqni kamionët. Gjithmonë nëse nuk jeni pjesë e marrëveshjes skandaloze që po shkatron Tiranën. Nëse je grua, ti e di që për ty po flitet shumë këto ditë, si shtylla e familjes, si heroin, si themeli i shoqërisë, me zë të butë, me tone të ëmbla, me premtime të mëdha, sepse po afron 11 maj. Dhe për një çast, ti nuk je më thjesht grua, ti je një votë. Por unë dua të flas për ty pas 11 majit, kur telefoni nuk bie më për të thirrur në miting, kur askush nuk të pyet si je. Kur fytyra jote nuk del më në poster, sepse pas 11 majit ti kthehesh te lodhja, te stresi, te heshtja. Kthehesh në një nën, një motor, një punëtore, gjithmonë në këmbë, edhe kur s'ke më fuqi. Ti që mban barrën e gjithë familjes mbi supë, që mbush frigoriferin, që kujdesesh për të gjithë dhe harron veten, që nuk e kohë më të merresh me çfarë veshin deputetët, sepse lufton të arrish fundin e muajit. Por ti nuk gënjesh më nga njerëz që vishën bukur, sepse ti e di që vota nuk është çështje shijeje, nuk është dekor, është pesha e gjithë jetës që ti mban mbi supë. Ai që kërkon të marrë votën e ka kuptuar si të flas. Flet bukur, me ndjenja dhe metafora. Në fushata i të quan shenjtore të përditshmërisë, të përshëndet me frazën pa ty nuk funksionon ky vend dhe të përcjell me mos harro të më votosh, sepse ai e di që për një moment mund të bëj të ndihesh e rëndësishme. Dhe ai moment mjafton, është momenti i votës. Po pastaj, në 12 maj ti zhdukesh nga radari politikës, kthehesh te hallet, te rroga që nuk mjafton, tek familjarët që presin duke të parë në sy, te urdhrat e mbrojtjes që nuk i respekton askush. Sepse kur një grua vritet në këtë vend, nuk ka më fjalime, nuk ka më konferenca, as kamera. Ka vetëm një lajm tjetër të shkurtër, një tjetër heshtje më shumë. Ironia është kur ju kërkojnë të bini burra të votojnë siç duhet, të jeni komandante një ditë në 4 vjet, të mbani peshën e zgjedhjeve, pa marrë asgjë nga ajo që vjen pas. Por ti nuk je komandante fushate, ti nuk je buzëqeshje për kamera, ti nuk je dekor, ti je grua, dhe forca jote është nuk i dhunon votat, nuk i shantazhon njerëzit, nuk luan me emocionet e tjerëve. Ti je ende aty kur fushata mbaron, në dyert e institucioneve, në spitale, në kuzhina, në punëra pa orar, në heshtje, në përpjekje, në vuajtje. Dhe për të ndryshuar këtë vend, nuk ke nevojë të bindesh askënd. Mjafton të votosh për veten, për dinjitetin tënd, për jetën që ti meriton, edhe pas 11 majit.
Sepse nëse dashuria matet me votë, atëherë nuk është më dashuri, nuk është respekt, është thjesht marketing. Po pse s'ta merrni në për këto netët live? Eventet. Gjithë ky grup. Eventet mondane. Doj Flo. Si grup quhet? Shumë. Apo Flo doj? Doj Flo. Doj Flo. Doj Flo. Dosh Flo. Ne kemi parë lloj-lloj fushatash, dhe na është bërë pak lëkura, sholl na është bërë. Por kjo fushat arriti prapë të na çudis. Kryeministri javën e fundit po performon, jo me ide, por me një stand-up me një gjuhë që duhet thënë është fyese. Po, dhe tha, për burrat. Gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. I tha fëmijëve të vegjël. Çfarë? I keni në Google, shkruani dy Edi Rama Nudo dhe la aty. I tha votuesve të opozitës. Të zgjedhësh me SBS dhe Kënetës. Kënetën, por nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Dhe grave dhe vajza tha detyroni burrat ose dashnorët të më japin mua votën. Kurse kulmi ishte kur tha, po s'më votuat mua, mos dilni fare. Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik. Po. Ishte në kuadrin e lojës, e marrë, po. Dhe për më tepër duhet thënë që kjo gjuhë nga njeriu që thotë se është ai që do na fusë në Europë është mendojmë pak egzageruar. Ne nuk po marrim më vesh. Është garë politike apo audicion për Big Brotherin tjetër? E di që mund tjetë? Gjithsesi, për t'i vënë dritë, piranja jon, Luela Gaxha ka përgatitur një material që zbërthen në detaje pikërisht këtë fenomen, këtë masterclass të vulgarizimit të komunikimit publik. Doni të drita jo, po. Në shtëpinë të varrit nuk duhet zënë në gojë litari. Pra aty ku ka një dhimbje të madhe, se është varur njeriu që ka ndjeshmëri, që ka dëmshuri, tregohet i kujdesshëm. Për të mos e fyer ose lënduar më tepër njeriu që ka pësuar një tonditë të thellë. Nga kështu me Edi Ramën. Jemi në kulmin e fushatës elektorale, ndoshta më e nxehta që nga viti 2013, kur Partia Demokratike dorëzoi pushtetin. Dhe gjuha e përdorur nga dy liderat kryesor Berisha dhe Rama duket diametralisht të kundërt. Ndërsa nga një anë Berisha, dukshëm indikuar nga amerikanët, po shpalos programin dhe shifrat, Rama nga ana tjetër e ka kthyer fushatën e tij në një manifestim bullizmi dhe dhunë verbale, duke sulmuar çdo që i del përpara. Bufi Kënetës, atë hundën që e ka si Befana, keni parë si ka? E ka damkën në lulet ballit me të gjithë lukunin e zogjve të ti. Se aty ka kukumjaçka, e ka bretkoca, e ka zhapike, ka gjithë farë lloj specie tjera. Sa kanë krijuar dhe këto moçalishtë e reja. Flen në Kënet, zgjohen në Kënet, han në Kënet, flasin në Kënet, bërtasin në Kënet, këndojnë në Kënet. Ai ka një problem të madh me vetveten. Ai nuk do as njeriu që ka vetë brenda. Ai urren dhe vetveten. Atëherë kur urren vetveten, çike të tjerët, i urren të tjerët. Por ndërsa këto fraza fyese të kryeministrit i drejtoheshin kundërshtarit politik, ai nuk i ka lënë gjëmangut as të tive gjatë turit elektoral nëpër Shqipëri. Si e doni ju tash këtë bisedën? Se s'po e kuptoj. Unë e kuptoj që u lodhët unë në këmbë dhe unë këmbë jam. A doni me një gjuhë këtë pjesë apo s'doni me një gjuhë? Se s'po ju marr vesh. Apo intereson fare. Po më lërë më i zonjë të mbërë. Ua. O zogu, po na myte me atë fishkëllim, na myte mërë burë. Ja, pusho tani, o rrush, pusho. Stop. Unë jam e skandalizuar në fakt, sepse prisja një vlerë tjetër dhe një normë tjetër nga kryeministri. Dëgjoj këtu ti po. Po që ke i papa më, ti ku e ke minë më? Qoj dorën ti. Qoj dorën. Hajde këtu, qoj. Ktheu më kështu. Është bë, më rregull. Më shif më këtu. Ky e ndjen veten zot, Perëndi. E ndjen veten si ti teket atij dhe qyen.
Fushatës së Ramës, kësaj radhe janë bashkuar edhe shumë minoren, nxënës shkollash, të cilët të organizuar kanë marrë pjesë në takimet e tip politike. Ditë pushimi e hënë pas Pashke, fëmijët duhet të ishin me prindrit e tyre, të relaksuar dhe të shijonin atë ditën e pushimit dhe festës së Pashkës. Në fakt, kryeministri i thret nëpërmjet drejtorive të shkollave apo mësuesve të shkollave që të vinë dhe të dëgjojnë atë. Nëse ka një thirrje, në fakt doja bëja partive është në maksimum kur do është mundur të mos rekomandojnë pjesëmarrjen e fëmijëve në mitingje, takime elektorale. E para sepse fëmijët nuk votojnë, po e dyta, sigurisht do të thënë fëmia duhet të jetë i mbrojtur. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetë pjesë e fushatës. Pavarësisht kritikave që morin nga disa organizata të guximshme, mesmorisë atyre që preferuan heshtjen përballë shkeljes së ligjit, kryeministri e përsëriti përfshirjen e minorenëve në fushat edhe në Elbasan, ku dhjetra nxënës të shkollave të mesme ju bashkuan mitingut të tij. Por kjo nuk ishte më e keqja e këtyre takimeve. Në Spile, Rama ka përcjellë çdo vit të kuqe në një komunikim skandalos përballë 15-16 vjeçarëve të pranishëm. Ky u ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Ta sqarojmë këtë se juve jeni të vegjël, nuk i dini këto. Kur isha moshën e disave nga ju këtu, dola edhe unë për liri e për demokraci, edhe dola në për Europë. Edhe më thonë në Europë, ca miq që shikoj janë ca plazhe nudo, që shkojnë njerëzit edhe lahen siç i ka bërë natyra. A është ndaluar nudizmi në Shqipëri me ligj? Ndaluar apo jo? Atëherë si mund të promovohet një gjë e ndaluar? Po kur vjen e inkurajuar nga një kryeministër, atëherë bëhet normë. Ka një ligj për të drejtat e fëmijës dhe që pa diskutim si konvent ashtu dhe ligji detyrojnë çdo aq më shumë një person që është kryeministri i vendit që të mos shpërndajë asnjë informacioni që konsiderohet i papërshtatshëm për fëmijët. Isha me një shoqen time, me ca shok tjerë dhe vajtëm. Edhe bëm dhe fotografi. Atje e normal, s'kishte në gjë, me thënë drejtën, ja u them unë. Kur janë të gjithë ashtu, nuk të bëm përshtypje. Çfarë do të mësonin fëmijët nga një mësim i tillë ose një pamje e tillë? Është lajthitje, është një lajthitje e turpshme. Ku do të dalë me këtë? I gjejnë këto fotografitë e mia, cullak, i keni në Google, po ishit kurios, shkruani dy edi Rama nudo del aty. Është e pashpjegueshme, për më tepër që është babai i disa fëmijëve. Çfarë fitojnë këta fëmijë? Që do shikojnë lartkuricinë e tij. Çfarë do fitojnë? 14-15 vjeçar mund të kenë dhe akses edhe në pornografi, jam shumë dakord për këtë gjë, por kjo nuk do të thotë që ne duhet ta promovojmë pornografinë, qoftë me fëmijët apo qoftë tek fëmijët. Sa keni pa ju, mi çojnë me zarf. I hapun ato, shoh veten time, po ishte mas shumë vitesh. Gjithë ky zdap, siç më kishte bërë nëna, por kuptohet 2 metra. I njëjti Ram, që na kishte thënë se nuk ka hajdu 2 metra, sot na tregoi se pas ka patur Shqipëria një nudist zdap 2 metrosh. Se çfarë interesi patën fëmijët nga kjo histori? Vetëm Panti mund ta ketë kuptuar. Por le të vazhdojmë, sepse tani është rada e burrave. Gjysma e burrave të Shqipërisë janë çyret. Mund të jenë më shumë se gjysma. Të lagur, edhe të turbulluar. Pas 90-s kemi një nga kryeministrat më kontroversiv në raport me komunikimin, në raport me qytetarët, në raport me qeverinë, në raport me gjininë femërore e tjerë me radhë. Në fakt ne jemi mësuar që të kemi një gjuhë denigruese nga kryeministri Rama përgjatë gjithë jetës tij politike, megjithatë për mua deklaratat që ka bërë përgjatë kësaj fushate elektorale kalojnë çdo limit dhe çdo cak. Në mënyrë më absolute jam e skandalizuar. Është një gjuhë denigruese, thellësisht dhe diskriminuese, qoftë për gjininë maskullore, qoftë për gjininë femërore, për burrat dhe për krahët. Ky është diskriminim për shkak të bindjeve politike, edhe është diskriminim masiv, është cënimi drejt për drejt i kodit të familjes, është cënimi drejt për drejt i të drejtave të njerëzit, është cënimi drejt për drejt i lirive themelore të njerëzit. Imagjinoni që gjithë ky lum fyerjesh për meshkujt i është adresuar atyre që për një arsye apo për një tjetër kanë vendosur të votojnë për partitë opozitare. Nuk janë normal, nuk diskutohet. Ulen atje në kafe, jo PS-ja, jo PD-ja. Japin men, po men nuk kanë. Nuk ju punon radiostacioni. Gjysmën e trurit e kanë me ujë. Janë gjysma. Çmenën. S'mbushin. Kanë mirë. Mbetje. Nuk mbushin fare, hiç, fare. Nuk mbushin. Shatën të merë. Një tuf qorrash dhe shurdhësh. A i ka vërtet Shqipëria ka shumë budallë? Çfarë janë ta njerëz? Sinqerisht. Qyrit. Komplet. E pastaj thonë se i thu qyrik. Po çfarë ti the? Me mjekra gjata, me flok gjata, të palam, të pangrën, të utum, të çorodit. Era, të merë. Të deur. Komplet të mbaruar. Vetëm bishti do ju mungonte. Nëse ti quan gjysmat e burrave çyryk, atëherë bie gjysmat e baballarëve janë çyryk. Dhe fëmijët e këtyre baballarëve, vajzat që kanë heronj baballarët e tyre, djemt që kanë model baballarët e tyre, do t'i shohin me përçmim, sepse kanë dëgjuar nga kryeministri i tyre
që babai i tyre është çyryk, është gjysmak, është budalla, nuk merr vesh nga jeta. Kush do donte të mësonte nga një budalla? Ky e ndjen veten Zot, Perëndi, e ndjen veten si ti teket atij dhe fyen, pa e sa. Por gjithë sa dëgjuam deri më tani, me sa duket ishin vetëm fillimi, sepse fyerja publike që i bëri personave të prekur nga spektri autik kaloi çdo limit të një komunikimi njerëzor. Populli është i smur. Kush shkon në knet është gjysmak. Je autik, nuk je mirë. Çmenduri. Një hata e madhe. Autik për mua është një tronditje e madhe, kur e dëgjoj fjalën, sepse kam një fëmijë autik, është një ngjarje pathonjza që më skandalizoi. Autizmi absolutisht është i rëndë, sepse prek fëmijët vulnerabël, prek prindrit vulnerabël. Është e tmeshme ta mendosh që ata nuk marrin as shërbimet bazë për fëmijët e tyre autik dhe shohin nga kryeministri këtë qasje drejt autizmit edhe fëmijëve të tyre autik në formë denigruese dhe poshtëruese. Të këtojt, le themi, publiku, opozita etj, me një term që si fëmijë autik, pra që është shumë herë më denigruese dhe fyese. E përdor si një sharje. Për mua është një se thosh nënën, motrën, si të mësash. Njësoj, më keq. Është një fëmijë pa mbrojtur. Të kesh një fëmijë autik është një sfidë, një luftë me të cilën duhet të përballesh çdo ditë. Dhe imagjino që një moment, sa po hap televizorin, sheh kryeministrin tënd të bullizoj fëmijën. Kjo tregon që kemi një kryeministër njerëzor. Për njerëzor në përmasat jashtëzakonshme. Nuk ka dëmshuri për njeriu. Me sa duket, ai kur njerëzit vuajnë është i lumtur. Ai lumturohet kur shef lot në sytë e tjetrit. Në qoftë se ai kryeministër do ta dinte se çfarë vuan një familje që ka një fëmijë autik, unë nuk e di nëse do të ishte kaq i shkujdesur për të folur fjalët që foli. Që do të thotë se ajo frazë është në përditshmërinë e Zotit Rama. Del nga brenda, del në mënyrë instiktive, dhe tregon mungesë kujdesi dhe ndjeshmërie. Për ata që kanë mend për të kuptuar dhe ndërgjegje për të gjykuar, ai është shoqërisht i rrezikshëm, kombëtarisht i rrezikshëm, ndërkombëtarisht i rrezikshëm. Nuk ka dëmshuri për tjetrin. Është sadist. Nëse ne si popull do tolerojmë që të prekemi deri në këtë masë edhe të mos reagojmë, atëherë unë mendoj që na ka vdek ndërgjegja, na ka vdek zemra dhe çdo lloj instikti prindëror për të mbrojtur fëmijët tanë. Ne sot kemi depozituar 2 ankesa tek Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Kërkojmë nga komisioneri që të njihet kjo gjysmë si formë diskriminimi dhe nga ana tjetër të vendoset një standard që një retorikë e tillë nuk mund të ketë mundësi që të përdoret në sferë publike dhe politike. Po ne, si duhet të reagojmë pas kësaj? Një bojkotim absolutisht i të gjitha daljeve të tij televizive dhe më së paku mos votimi i një kryeministri bullizues, denigrues, diskriminues, do të ishte reagimi më së paku që mund të bëjë shoqëria shqiptare. Të shkoj në Francë ka psikanalistë të mirë, të bëj një psikanalizë që zgjat 5 vjet me nga 2 seanca në javë. Ndoshta mund të ketë një përmirësim që ta pastroj veten nga vetvetja. Alo, përshëndetje, si kaluat? Unë ju telefonoj nga Piranjat dhe doja t'ju bëja një kërkesë nëse është e mundur nga ju për dhënien e një interviste në lidhje me deklaratat e fundit të bëra nga kryeministri, ku përmend termin autik edhe gjithashtu ku ka bërë thirrje që të shikohen fotot e tij nudo. Më tolli me shkresë dhe pse unë përgjigjen. Pa në rast, një? Jo, në fakt na duhet një intervistë kam të pamundur, fizikisht. Kam pamundur. Personi përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve duket se nuk ka kohë të reagojë për gjuhën vulgare të kryeministrit. Me sa shihet, fushata nuk lë hapësira për ta bërë punën siç duhet. Kush ka patur rastin të kaloj nga Velipoja, me siguri ka vënë re një bum shtesash nëpër ndërtesa të mbira kudo, si kërpudhat pas shiu. Dhe gjeni çfarë? Erdhi pranvera. Ja, jam pa leje. Nuk është se qelën sythat lulet se... Tjetër historia jo. Po tani edhe kërpudhat kanë frikë të mbinë pa lejën e atjet i lartë, sepse nxehet ai dhe dërgon fadromën i këmbëtës. Ky pori nuk na nda më i dojnë. Po pori është në kulturën shqiptare, jepi, sa ka një gjë pak më të mirë ka një por gjithmonë. Me që jemi në periudhë fushate, as gjarë nuk ngacmon po ndërtove pa leje. E jo më i këmbëtoja. Normal, bizneset përgatiten për fluksin e turistëve, politika për fluksin e votave. Sepse motoja vjetër votoni të ndërtojmë rrugën, non beve più acqua. Tani është na votoni dhe ne nuk ju sillim fadromën pas zgjedhjeve t'ja u prishim shtesën pa leje. Dhe për këtë punë kemi quar Zotin Kuqi ose Mr. Red. Prap. Ose siç i thon Velipoj, Zoti Kuqi. Të djalë
vendosur ta lëm dëshmor, ë? Po le të bjerë, nuk i bë. Në një mision Velipojan. Shim. Si çdo gjithmonë në prag ose gjatë fushatave elektorale, ku e gjithë vëmendja autoriteteve është në terren për të kërkuar vota, palishmëria kërkon të përfitojë. Dhe kjo më së shumti vihet re në sektorin e ndërtimit, kur nga do vërejen kantiere në të cilat punohet me intensitet, duke mos u kujdesur as pak për të mos rënë në sy. Si në rastin e Velipojës, një nga perlat e Bregdetit Adriatik, ku dora e njeriut, vit pas viti, jo vetëm ka tjetërsuar, por e ka shëmtuar këtë pasuri kombëtare. E ndërsa çbërja e saj që ka ndodhur në gjithë këto dekada do të shkaktonte një bombë sociale, e ardhmja duket se nuk ka ndonjë shpresë të jetë më e mirë. Duhet të jemi të qartë se askush nuk është kundër të bukurës dhe zhvillimit të territorit, por gjithmonë duke zbatuar ligjin dhe lejet përkatëse për ndërtim. Që fatkeqësisht nuk ka ndodhur në rastet e konstatuara nga ne, ku ndërtimet pa leje të nisura së fundmi nuk kanë vënë në lëvizje asnjë institucion vendor apo qendror. Por le të bëhemi konkret. Këto pamje me dron, të regjistruara disa ditë më parë, tregojnë një ndërtesë 2 katëshe dhe me katin e tretë në proces, pa u pajisur më parë me një leje ndërtimi, ndërsa ngjitur me të, një ndërtesë 1 katëshe dhe në proces për të nisur katin e dytë, është sërish pa leje, duke shkelur ligjin me të 2 këmbët. Më avancuar është palishmëria në rastin që po shihni tani. Ndërtimi është në fazën ku dhe qatia është hedhur, por ka dhe nga ata që deri më tani kanë përfituar të hedhin betonin në pritje për të nisur ndërtimin e objektit, në një moment të dytë kur vëmendja e shtetit të jetë gjetk. Me sa duket Velipoja, me një distancë rreth 35 km nga Shkodra, nuk është objektivi forcës së ligjit dhe kontrollit të autoriteteve vendore. Por është normale kjo? Sigurisht që jo, sidomos kur kjo ndodh në hundën e policisë së shtetit, e cila ndodhet jo shumë larg ndërtimeve pa leje, IMT-s në varësi të bashkisë dhe Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili disponon dhe mjete të rënda dhe makineritë e duhura që aty ku shkelet ligji të veprojë. Po atëherë, pse nuk kanë vepruar institucionet? Me 3 inspektorë dhe 1 përgjegjës, si mund kontrollohet në përditshmëri një qark me 5 bashki? Territori i Bashkisë Shkodër që shtrihet nga Velipoja deri në Alpe ka 10 inspektorë. Gjithsej ka një automjet. Ankon për mungesë stafi dhe kanë të drejtë deri diku, por ama nuk mund të justifikohet me mungesë inspektorësh ajo që po ndodh në Velipoj. Zoti Nika tregohet i kujdesshëm që të na tregojë se nuk është vetëm përgjegjësia e tij me atë që po ndodh me ndërtimet pa leje në plazhin e Velipojës, pasi sipas tij është një tjetër institucion që duhet të kryejë së pari punën në terren dhe të informojë më pas IKMT-n qendrore. Kur ka indicie vinë sepse si do e mbulojë i gjithë qarku. Për çfarë janë IMT-t e bashkive atë? Kanë detyrën funksionale, i kanë ndara me zona që kontrollojnë çdo ditë territorin. Ju se inspektoni çdo ditë. Po çdo ditë me 3 inspektorë gjithë qarkun, si do inspektor çdo ditë? Është kjo këtu. Ja, është një shtëpi 2 katësh. Ka një IMT bashkia Shkodër. Ka fajin IMT-ja bashkisë. Ata janë çdo ditë. Ka inspektorë të ndam për çdo zonë. Kanë më shumë inspektorë sepse i kanë me zona të ndam dhe çdo ditë ata raportojnë ka ose s'ka ndërtime pa leje. IKMT-ja nuk ka marrë asnjë indicie. Në momentin që ju më vendosni me indicien, hapi i parë i kërkohet IMT-s së bashkisë Shkodër. Është kontrolluar, është mbajtur apo nuk është mbajtur praktik. I kërkohet institucionit bashkisë. Objektin fjalë ka leje ndërtimi. Pra sipas zotit Nika, të gjitha rrugët të çojnë? Jo në Rom, jo. Por tek Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Shkodër, sidoqoftë të pak të morëm një premtim prej tij. Do kryen verifikime në Velipoj për të gjithë këto ndërtime që thash? Patjetër, është marrë indicia sot. Do kërkohet informacion nga IMT-ja, do kryen verifikimet dhe të jesh i sigurt se do zbatohen të gjitha procedurat ligjore. Do verifikohet që zoti ka falur Velipojës, mos të shkatrohet me ndërtime pa kriter në justifikimin që duhet bëj diçka të bukur. Jo që punë e bukur do thotë jetë e palishme. Kjo asnjëherë e palishme. Pasi morëm garanci që do të verifikojë denuncimin që bëm, na duhet të kuptojmë pozicionin e IMT-s në këtë fluks ndërtimesh të palishme në territorin e saj. Por më tepër që dhe vetë drejtori i KMT-s, Emiliano Nika, u shpreh qartë për përgjegjësitë e kësaj drejtorie në varësinë e Bashkisë Shkodër. Ndaj për këtë takojmë drejtorin, Pierin Lazari. Unë jam prej rreth 4 muajsh në kryet të këtij institucioni, jam gjendje t'jap përgjigje tani unë. Në fakt ne po pyesim për disa ndërtime fare të freskëta, e jo për një periudhë mbi 4 muaj. Kanë shkruar inspektorët tuaj verifikime në
terren se çfarë po ndodh në zonën e Velipojës, sepse pam vetëm ndërtime të shumtuara që ngrihen kate mbi njëri tjetrën, ndërkohë që të gjithë inertët që dalin i kishin hedhur buzë rrugës. Ato janë ndërtuar ndër vite, pjesa më e madhe, bëjmë kontrollin territor, përpiqemi të bëjmë më të mirën, jo se s'ka vend për të përmirësuar. Territori i Bashkisë Shkodër që shtrihet nga Velipoja deri në Alpe ka 10 inspektorë. Gjithsej ka një automjet. Por këto mund kërkoni shtesë stafi sepse nëse ka diçka të falishme nuk justifikon mungesën. Pa i ikur përveç nesh, ikëm me të janë bazëdijshme inspektimin është autoritet për të kryer veprime në zonat me përparësi turizmin, zonat e mbrojtura etj. Pa i ikur ne. Përgjegjësia është e përbashkët. Tani kush e ka fajin? IKMT apo IMT? Më mirë se të merremi me fajtorin, le të gjejmë një zgjidhje. Mbase IMT-ja bashkisë nuk ka ndonjë dron për momentin, i kemi filmuar ne me dron. Ja, për shembull, të dy katet e kësaj shtëpisë tashmë kjo ka shku tek çatia. Dhe si ka mundësi gjithë ta inspektorë si IKMT-ja si IMT-ja bashkisë nuk e pas ka kuptuar asnjëri që ky lloj ndërtimi këtu është pa leje dhe kjo shtëpia këtu, të gjithë inertet i hedh në fillim të rrugës. Ja, mund të bëj fotografi? Patjetër. Do t'ju vëmë dispozicion dhe pamjet filmike, nëse dëshironi, mjafton që të bëhet puna. Absolutisht. Ke këto të tjerat pastaj, to në hedh si çemente këtu, por përbëhet gati që ndërtohet. Dhe pyetja ime është si ka mundësi që inspektorët tuaj asnjëri nga ata nuk e pas ka vënë re se këtu po ndodh diçka. Ne vetëm këtë vit kemi mbi 40 procedura. Ja ku është kjo tjetra? Kati parë është, ja ku i ke pjesën lart, edhe kjo tjetër është ndërtuar, po përgatitet për bërë katin e dytë. Një zonë e bukur që Velipoja, nuk është askush kundër zhvillimit, ndërtimit dhe të bukurës. Por çdo gjë duhet zhvillimi duhet vi me ligj. Ka informacione që realisht po bëhet një masakër me ndërtime? Nuk e mendoj që ka masakër Velipoja. Me sa duket, drejtuesit e Bashkisë së Shkodrës kanë një koncept krejt të ndryshëm nga ne për fjalën masakër. Fundja, nëse bën 5, 6, 10 apo 50 ndërtime pa leje, nuk ka shumë rëndësi. Nëse që është e botë kuptimi. Po të falenderoj për këto foto që më në dispozicion, unë do i verifikoj, edhe për çfarë nuk është kryer procedurë, do kryejnë procedurë të përgjithshme. Besoj që do merren edhe masa administrative. Gjithë. Shpresoj që të rritet bashkëpunimi edhe me IKMT-n se kishte shumë vrejtje se thotë nuk ka bashkëpunim. Kemi bashkëpunim. Si bie kur dy institucioni i pasojnë topin njëri tjetrit. Ja, unë deri në këtë moment pasova topin. IKMT-ja në bazëdijshme inspektimin është autoritet për të kryer veprime në zonat me përparësi turizmin. Në fakt edhe Mesi do të kishte zili këto pasime, por të paktën të shpresojmë që bashkia dhe IKMT të ndërhyjnë sa nuk është vonë, nëse nuk e kanë bërë me fjalë. Kuptohet. Përtej kësaj, disa gjëra nuk na bindin as pak, sidomos nga Bashkia Shkodër. A nuk do duhet që Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia e Shtetit të kishin informacion për këtë palishmëri në hundën e tyre dhe më pas t'ia përcjellnin IKMT-s? Sepse një lloj si morëm ne informacion, jemi të sigurt që kanë patur dhe të sipërpërmendurit që ngren supet. Në kushte normale, po, por jemi në fushat zgjedhjesh. Prandaj, nisur nga kjo, ne na lindet drejta të dyshojmë se ndërtimet po lulëzojnë, sepse dikush ka dhënë garanci në këmbim të diçkaje që mund të jetë edhe një sasi votash. E ritheksojmë, ky është thjesht një dyshim. Janë të tjerë ata që duhet të hetojnë, duke nisur gjithçka ty kur Zanafilla, Bashkia Shkodër. Episodin e kaluar zbuluam fshatin e ri në Shijak, jo ndërtuar nga dora e njeriut, por nga dora e mbeturinave. Dhe po flasim pikërisht për Plehrishtin. Vendi ku plerat bien aty ku i thot truri shoferit ose kompanisë. Por mos mendoni dashur miq, edhe ti dojna se Shijaku është pararoj për këtë gjë. Jo, nuk e vë fare ndyshim. Nuk është i vetmi pioner, sepse këtë shembull po e ndjek edhe Fushkruja dhe Laçi. Madje në Fushkruj edhe pak nuk do quhet më Fushkruj. Jo. Plerkruj, sepse mali plerave po ngjitet aq lart sa do i bëj konkurrencë dhe malit Skënderbeut. Dhe kulti i ri kombëtar do jetë, shpella e plastikës. Po të mos ishte kaq tragjike, edhe mund të qeshnim, sepse në Fushkruj nuk kemi më thjesht një vend grumbullim. Kemi të bëjmë me një masiv plehrash të cilat marrin frym për qefin e tyre. Madje kanë filluar dalin jashtë gardit. Ashtu ë? Po, dalin për qef aty në lagje, dalin çik. Po, thonë që bën ja 1 milion qese bashkë gjitha. Hajde goca dalin për kafe në qytet. Dhe tani janë thjesht në fazën dalin për kafe. Po pastaj? Fazën tjetër do të hyjnë në shtëpi. Do i marri era, do vi bab, jemi 30 milion thas qimento, kena ardhë me morë dorin e vajzës tuaj. Ju lutem se janë tanë bebelinat e kalemajve aty presin e bërshkall. Ju lutem. Po,
Por, për te shakave është po ndodhë është vërtet alarmante për shëndetin dhe për dignitetin njerëzor. Ndaj këtë javë shkojmë nga afër malit të Fushkrujës, jo për të bërë foto, por për të kuptuar se si kjo situatë ka rritur deri në atë pikë sa është bërë normale. Unë pyes vetëm, po kjo ministrja Mirela, thirrja e fundit për pasagjerët e Ministrisë Mjedisit. E ndjekim. Kjo është pamja që mirëpret çdo turist, të cilit I bie rruga të kalojë në shijakun e vitit 2025, I cili nëse do të kishte një epitet pa frikë do të quhej kryeqyteti I plerave. Puntatën e shkuar transmetua me zë figurë, dëshmi, fakte, shifra, se si bashkia e shijakut, e cila I përket qarkut të Durrësit, duhet të kishte një kontratë me landfillin e Sharrës për depozitimin e mbetjeve të qytetit. Por nuk e kishte. Dhe kështu mbeturinat ilegalisht grumbullohen dhe depozitohen nga mjetet e firmës kontraktuese AMR në fshatin Hardhisht, pranë vend banimeve, pranë lumit, pranë tokave bujqësore, produktet e së cilave konsumohen nga vetë banorët e zonës dhe jo vetëm. Treguam se si në këtë pjesë toke, pas një leje mjedisore, pas një kusht teknik, pas një miratim nga instancat përkatëse, në mënyrë kriminale derdhen tonelata mbetje, hapen gropa për të mbushur më pas dhe bëhen pazare për hedhjen e mbeturinave edhe nga privat. Por kryetari I bashkisë mohoi gjithçka. Dhe si të mos mjaftoi me mohimin e gjithçkaje të faktuar, nisin një seri sulme shëmbine, duke na akuzuar se bashkë me Partinë Demokratike marrim kamionçinën dhe hedhim mbeturina rrugëve të shijakut. Është e turshme sinqerisht që të merrni kamionçin dhe ta hidhni atje. Unë të lutem. Kush ta hidhni? Ato që ju kanë sjellë këtu për të bërë denuncimin. Dhe përtej këtyre fantazive, ai u shpreh I bindur se plerat I qytetit pastrohen çdo ditë. Ajo që di është që menaxhimi I mbetjeve, pra pastrimi I koshove bëhet çdo ditë dhe bëhet në mënyrë të rregullt. Data shënon 21 prill, ditë e hënë, pak ditë pas takimit me kryetarin e Bashkisë së Shijakut Elton Arbana. Ndodhemi këtu pranë mbikalimit të Katun të Sukthit, pranë fshatit Sallmore në Shijak, dhe kjo është situata. Pleherat kanë mbuluar trotuarin, korsit e biçikletave dhe kanë përfunduar në rrugë. Këtu mund të gjejmë mbetje nga më të ndryshmet, nga ato të përditshmet që grumbullon çdo familje e deri tek gomat, divanet, hidrosanitaret. Ky grumbullim mbeturinash, anës rrugës, ndodhet pranë vendbanimeve, në të majtën time, pranë tokave bujqësore. Më tutje, kemi sërish vendbanime, gjithashtu edhe biznese. Një situatë e tillë në Bashkinë e Shijakut. Kjo pjesë këtu nuk është e vetmja, do të ecim pak metra më tutje dhe situata është e njëjtë. Kjo është pika e dytë. Siç e ndoqët, vetëm pak metra nga pika e parë, jemi sërish poshtë mbikalimit të Katun të Sukthit. 3 ditë pas takimit me zotin Elton Arbana, I cili na tha se mbeturinat e qytetit Shijakut pastrohen çdo ditë dhe në mënyrë korrekte. Kjo është mënyra korrekte. Kjo është pika e dytë. Do të hipim në makinë dhe do të shkojmë në pikën e tretë disa metra më tutje. Dhe pa mbërritur në pikën e tretë të mbetjeve që në Shijak janë kthyer si mini landfille, një person dalon me makinë përpara nesh duke na zënë rrugën. Sidoqoftë asgjë për t'u alarmuar. Jetë mirë për punën tuaj, me piranet, që kanë djetë, kanë shumë foto. Jeni mirë që boni punë asa, mos se thua të bëhen në fare. Pra ju përkrajmë masivisht. Ndërkohë kemi mbërritur në pikën e tretë, të thuash krim mjedisor është pak, mbeturinat kanë pushtuar trotuarin, e si të ndodhte ndryshe kur vetë banorët e zonës shkarkojnë mbetje me karrocë dhe bashkia fle. Jemi në fshatin Sallmone. Shikoni se si është situata. Koshat nuk janë funksional. Mbeturinat janë kudo, sa kanë përfunduar edhe jashtë rrugës. Pas kësaj dite të lodhshme në Shijak, do të ulemi të pushojmë pak në stolat që me siguri ka ndërtuar bashkia për qytetarët të cilët duan të pushojnë. Këtu është një situatë shumë e mirë, e qetë, e këndshme, aroma është e mirë, pavarësisht mbetjeve. Një vend ku të moshuarit mund të ulen, prindrit me fëmijë mund të ulen të pushojnë, fëmijët mund të luajnë. Siç e shihni, hapësirë ka plot dhe mbi të gjitha është e pastër. Ky është trotuari, kjo është një korsi e vogël biçiklete, ku ciklisti përfundon në mbeturina. Janë grumbulluar aq shumë sa që kanë dalë edhe jashtë trotuarit në rrugë. Dhe duke marrë shkas nga episodi I kaluar ku kryetari Arbana u ofendua nga fjala gënjen, gjejmë sërish rastin t'i kërkojmë ndjesë, t'i themi se ai mashtron, jo vetëm ne, por edhe qytetarët e tij, bashkia e tij fle gjumë,
Edhe firma kontraktuese për pastrimin e qytetit fle, vetëm parat nuk flen kurrë, mbi 1 miliard lek nga taksat e qytetarëve në xhepin e privatit, ndërsa mbeturinat rrugëve të Shijakut. Dhe ju të dashur qytetar nuk keni para asgjë akoma, sepse tani do të zhvendosemi në një tjetër bashki po të qarkut Durrës. Jemi duke u ngjitur në Kodër Dollak, në fshatin Kameras të Fushkrujës, aty ku bashkia prej vitesh ka ndërtuar me mendjen e saj një landfill për depozitimin e mbetjeve të qytetit. Pa një plan të qartë dhe të rregullt i cili përmbush kushtet e duhura për një landfill apo leje specifike nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Sepse Fushkruja pjesë e bashkisë, Kruj është pjesë e qarkut Durrës, e cila duhet i depozitojë mbetjet në ZMM-n e Tiranës, pra në Sharr. E vetmja gjë që ka bërë bashkia e Krujës është një projekt i muajit gusht 2019 me në fokus shërbim mirëmbajtje vend depozitimi mbetjesh të ngurta urbane, ku ka përcaktuar si zonë Kodër Dollakën në fshatin Kameras. Dhe shkeljet apo parregullësitë e këtij projekti janë flagrante. Edhe pse zona e Krujës nuk ka asnjë landfill të licencuar, hartuesit e projektit në krye të dokumentit nuk ngurojnë ta quajnë Kodër Dollakën një landfill, ndërsa mes rreshtave e cilësojnë si një sanitari landfill në kategorinë C2. Gjithashtu vërejmë se sipas relacionit teknik të përgatitur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, afati i përdorimit parashikohet 3 vjet deri në përfundimin e landfillit të licencuar në Tiranë, ndërsa në krye të plan zbatimit kohë zgjatja është 5 vite. Dhe nga gushti i vitit 2019 deri më sot kanë kaluar 5 vite e 8 muaj. Ndërsa mali me plera është ende aty, kompania kontraktuese në ndihmë të bashkisë është Alba Construction, e cila disponon vetëm leje mjedisore të tipit C. Leje e cila është fuqizuar dhe për landfillet duhet disponimi i lejeve të tipit A dhe B, leje të cilat Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk i ka miratuar për vendodhjen Kodër Dollak, fshati Kameras, Fushkruj. Në projektin e vitit 2019 tashmë të skaduar, në sesionin e specifikimeve teknike për rregullat që duhen zbatuar, pika C e thot qartë se kontraktuesi është përgjegjës për ruajtjen e vend depozitimit të mbetjeve që persona të pa autorizuar të mos futen në zonën e vend depozitimit, por ne hymë pa na shqetësuar askush. Pamjet tregojnë qartë se mbetjet në këtë zonë kanë dalë jashtë kontrollit. Ato i gjen kudo në rrugën që të çon brenda vend depozitimit. Në pikën D të rregullave që duhen zbatuar, thuhet qartë se si kontraktuesi ashtu edhe persona fizik nuk mund të riciklojnë mbetjet urbane, por qartazi ka prej tyre që mbledhin mbetje për t'i shitur më pas në pika grumbullimi. Gjithashtu, vlen të përmendet se qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë nënshtrimi i vendepozitimit për rehabilitim dhe përmirësim, diçka që me sa duket ka mbetur vetëm në letër, pasi në terren pamjet flasin vetë. Rrethimi i këtij vendepozitimi është bërë vetëm nga një krah me një rrjet të thjeshtë, ndërsa nga ana ballore mbetjet janë të pakontrolluara. Ato gjenden kudo. Po këtu çfarë është bërë më po? Po landfilli. Po. Tu e kanë bërë këtë kryes. Mos më thuaj që kjo vazhdon edhe më tutje. 5 dëpime. Punojnësi i cili mund të jetë i bashkisë ose i firmës kontraktore është i qartë se vendi i tij i punës quhet landfill. Një fjalë kjo tepër popullore tashmë në vendin ton. Por ajo që duhet të di, përveç faktit që punon në një landfill të paligjshëm, është se që të respektoj projektin e hartuar nga Bashkia e Krujës, duhet të jetë i veshur me uniform dalluese, me maskë, doreza dhe të mos lejoj këdo të futet aty, siç është rasti ynë, por edhe i këtij fëmije të mitur mbi fadrom. Pasi diçka e tillë është absolutisht ndaluar dhe madje mund të ketë pasoja fatale. Sipas projektit të skaduar të vitit 2019, sipërfaqja në dispozicion për grumbullimin e mbetjeve është 16.545 m2, ndërsa ajo e mbushur 3.822 m2. Parashikimet janë që të derdhen 50 ton mbetje çdo ditë, me një kapacitet maksimal 25.000 m3 në 5 vite. Dhe sipas llogarive të ekspertëve, duke hedhur çdo ditë 50 ton mbetje për të plotësuar kapacitetin maksimal 25.000 m3, do të duheshin jo më shumë se 2 vite. Ndërsa aktiviteti aty vijon me ritme të pandalshme për 5 vite e 8 muaj që nga miratimi i projektit, duke krijuar në fshatin Kameras një mal artificial mbeturinash, një vend grumbullim që duhet të jetë të paktën 3 kilometra larg banesave, bizneseve, resurseve natyrore, ndërsa në rastin e malit të plehrave në Kodër Dollak, ai është fare pranë pyllit, liçenit, të mbjellave, shtëpive, bizneseve, në kundërshti të plot me legjislacionin në fuqi. Dhe shkeljet nuk mbarojnë këtu. Teksa bashkia e quan landfill këtë vend depozitim mbetjesh dhe në projekt të bashkangjit disa foto ilustruese se si
si duhet të jetë një landfill, sqarojmë se kushti bazë është rrethimi me geomembran, HDPE, si dhe 3 metra thellësi argjile ngjeshur për izolim, fjalë që nuk ekzistojnë në asnjë faqe të projektit, veç materialit shtuf, i cili është i mirë për drenim, jo për izolim. Dhe më e habitshmja diçka që mund të ndodh vetëm në vendin ton, një kasole banimi me dërrasa e plasmas në cep të ashtu quajturit landfill, ku mjafton një cigare e ndezur për t'i vënë flakën gjithë kodrës, duke rrezikuar gjithçka përreth. Dhe ajo çka është e rëndësishme për t'u theksuar, është se këto dy bashki nuk janë të vetmet e qarkut Durrës me këtë situatë. Materiali i radhës është i një voltazhi të lartë, sepse ka të bëjë pikërisht me sektorin e energjetikës në vend, që si shumë sektorë të tjerë, nuk është i mund ndaj premtimeve sensacionale këtë periudhë. Po, sepse para pak ditësh kishim dhe premtimin më të fundit elektrifikues. Shqipëria në 2030 do jetë eksportues energjie. Do arrim nivelet do na lutet Norvegjia, ke dera. Po të lutem 200 kW, të lutem. Aman më thonë, bani dorën me eksporti, po na lidhen e tjerë të bëjnë qik punë, më na lidhin Dhe për të vërtetuar nëse deklaratat për superfuqin ton energjetike janë të vërteta, apo tallava fushate, Piranja jon Jonida Mukja vendosi të bëj fact-checking. Shumë mirë, ose siç përkthehet në shqip, fact-checho. I rreshtuan premtimet si Checho, sepse sipas propagandës do na marrin nga pjesa tjetër e botës që është natë, e lutem fikeni çik dritë ato Shqipëria. Na shorrut më mos shojmë. Se s'po flim do gjumë, o Shqipëria. Ama se kemi fëmijë të vegjël. Po ju lutem. Dhe Jonida i verifikoi se na i kundëzoi. Se pas ka qenë kjo Jonida. Të ke, të gjitha 1-1. 1-1. Shqipe. Në vend të një plani se çfarë do të ofrojë për Shqipërinë e vitit 2030 dhe çfarë do t'i jap shqiptarëve në 4 vite qeverisje, nëse fiton në zgjedhjet parlamentare, Partia Socialiste ka premtuar një letër bosh, pasaportën europiane, një ëndër shumë e bukur që e duan të gjithë, por që nuk është shkopi magjik që të zgjidh problemet e mëdha strukturore që ka vendi, të cilat janë kusht për të marrë këtë pasaport. Por nëse partitë të cilat nuk janë në pushtet duhet të sjellin një ofertë ndryshe, një plan, një program dhe përgjigje për probleme të shumta të qytetarëve, partia që qeverisë vendin përpara se të premtojë ëndra në diell, duhet të ballafaqojë çfarë ka premtuar në të shkuarën dhe sa ka realizuar. E duket se kryeministri këtë përballje e bëri me veten e tij, ministrat dhe vartësit e administratës ku numëroi arritjet e shumta të qeverisjes dhe premtimet e mbajtura, në një takim ku nuk ishte asnjë zë ndryshe dhe asnjë gazetar. Do të duhet të ishim edhe ne në delir nëse do të kërkonim që punojësit e tij të emëruar t'i dilin kundër. Prandaj kemi vendosur që këtë përballje me shifra dhe të dhënat të prodhuara nga institucionet që ai drejton ta bëjmë ne. Për herë të parë, qysh se ne kemi marrë detyrën, një qeveri e Shqipërisë ka arritur prodhimin. Pra ka rritur burimet dhe ka rritur kapacitetet prodhuese të Shqipërisë. Kjo ishte fuqia e përgjithshme prodhuese e Shqipërisë. Këneta, ndoshta duke u bazuar edhe te uji vet, premtonte Shqipërinë superfuqi energjetike. Superfuqia energjetike e premtuar ishte kjo. Gjithë ajo shifër lartë është sekretari i parë i sekretarit që u bë pastaj kryetari i partisë opozitare. E kishte bërë shoku Enver atë bashkë me diktaturën. A janë të vërteta këto shifra që tha kryeministri dhe si duhen lexuar ato? Le t'i marrim me radhë. Po të shohësh me vëmendje zërat në tabelën që paraqiti kryeministri, në rreshtin e parë është një nëndarje e cila lexon: prodhues publik ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik. Ky është rreshti më i rëndësishëm, duke qenë se të gjithë konsumatorët dhe 90% e bizneseve furnizohen me energji nga shërbimi publik. Këtu, nëse lexon vitin 2013 dhe vitin 2024, del se në këto periudha kapaciteti publik i prodhimit të energjisë ka qenë 1527 MWh në 2013 dhe 1563 MWh në vitin 2024. Pra në total fuqia prodhuese energjetike e vendit është shtuar me 36 MWh. Sasi e papërfillshme dhe 7 herë më e vogël
folë se ajo hidrocentrali të Vau të Deos, që është vepra publike me fuqi më të ulët në pronësi të kesh. Dhe pse kryeministri mburret se ekonomia është dyfishuar, kjo e dhënë nuk i përgjigjet ndërtimit të kapacitetit të energjisë. Vlera më e lartë e shifrave të prodhimit të energjisë lidhet me prodhuesit e pavarur privat, të cilët si të tillë operojnë në treg të lirë pa patur asnjë detyrim për furnizimin me energji të konsumatorëve shqiptar. Por edhe këtu kryeministri gënjen. Nëse do të shohim në listën e kompanive që kanë në pronësi hidrocentralet me kapacitet më të lartë, do të na dilte kesh me hecet e kaskadës së Drinit, Fierzën, Komanin dhe Vaun e Deos. Por siç e tha dhe vetë kryeministri, këto janë vepra të ndërtuara që nga koha e diktaturës. Më pas do të rënditen hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës, kapacitetet e instaluara të të cileve janë plot 257 megavator. Ajo që nuk tha kryeministri, përse kontrata për nisjen e punimeve të këtyre hidrocentraleve është nënshkruar me kompaninë investitore Devolli Hydropower në vitin 2009. Kur në pushtet, siç thot vetë ai, ishte Këneta. Qeveria shqiptare ka nënshkruar marrëveshjen koncesionare me dy kompani lider në Europë, EVN dhe Statecraft, për realizimin e projektit të ndërtimit të 3 hidrocentraleve në kaskadën e lumit Devol. Realizimi i këtij projekti madhështor është një ndër hapat më të rëndësishëm drejt shndrimit të Shqipërisë të një superfuqie të vogël energjetike të rajonit. Ky nuk është më projekt dekada, por ky është projekt shekujsh. Hidrocentralet e Peshqeshit dhe Fangut renditën të dytat si prodhues të pavarur privat në kapacitet prodhimi 102.5 megavator. Edhe kontrata me këto kompani është nënshkruar vite më parë. Në 2011, kur kryeministri Rama ishte akoma në opozit. Madje qeveria Rama në vitin 2017 i ka miratuar kompanisë kërkesën për reduktimin e numrit të hidrocentraleve nga 5 në 3. Shoqërisë ANS Energy gjatë hartimit të projekt zbatimit të objektit i rezulton zgjedhje me të levërditshme tekniko-ekonomike për ndërtimin e hidrocentraleve në reduktimin e numrit nga 5 në 3. Autoriteti kontraktues bazuar në projektin e ri është i interesuar për zbatimin e këtij projekti sepse përfitimi është më i lartë se për koncesionarin dhe për vendin. Ndaj nuk dim se kë duhet të besojmë. Kryeministrin që flet për vepra të mëdha dhe mburret përpara vartësve, apo ato që thuhet në dokumenta që ulin kapacitetin prodhues të energjisë. Me këto investime të nisura në qeverisjen e shkuar, Shqipëria nuk arriti të përfitojë direkt për të zbutur krizën e çmimeve të larta të energjisë, sepse kompanitë nuk kishin detyrim të shisnin prodhimin me çmim të reduktuar për publikun. Për mbi to u vendos taksa speciale, e cila mblodhi në total 95 milion euro. Shumë e cila u përdor për t'i dhënë një bonus pensionistëve në prag të zgjedhjeve të vitit 2023, veç i shërbeu socialistëve më së miri. Shqipëria u ndihmua në krizën energjetike nga një tjetër fuqi energjike, e cila u nis si politik në qeverisjen e shkuar, prodhimi nga hidrocentralet e vegjël. Në bazë të marrëveshjeve që u nënshkruan më shumë se një dekadë më parë, hidrocentralet e tjera përfshirë dhe Ashton që quhen me përparësi dhe nuk kanë pavarësi në tregtimin e energjisë, janë të detyruar që energjinë që prodhojnë ta shesin me një çmim të arsyeshëm kompanive publike për furnizimin e konsumatorit dhe bizneseve. Në vitin 2022, këto ece prodhuan 193.000 megavator energji elektrike, duke plotësuar 25% të nevojave të konsumit të energjisë elektrike, me një çmim 100 euro për megavator nga 271 euro për megavator që ishte çmimi mesatar në bursa gjatë këtij viti. Ndaj mund ta themi me siguri se kryeministri Rama nuk ka nxitur as pak sektorin energjetik në politikat e tij, por po përdor frytet që ka trashëguar nga politika tjetër të cilën e quan Kënet. Në sektorin e energjisë elektrike mund të jenë arritur rezultate në luftën ndaj informalitetit dhe vjedhjes së energjisë. Por parat e kësaj reforme nga të cilat OSHE arkëtoi 1.2 miliard euro duke detyruar mes shumë shkelësve dhe familjet e varfra që të paguanin detyrimin që kishin, nuk arritën që ta ndihmojnë vendin në krizën e energjisë. Në këtë periudhë, kompanitë publike të sektorit morën 240 milion euro mbështetje financiare nga buxheti i shtetit dhe kredi për të përballuar nevojat e furnizimit me energji. Kryeministri duhet t'i jap llogari qytetarëve se ku shkuan qindra milion euro. Dhe pse qeveria futi sërish dorën në xhep atyre që nuk i merr para, edhe nga fatura e energjisë edhe nga taksat e buxhetit. Në prag të zgjedhjeve, kompania OSHE vendosi të ulë vetëm me 1 lek çmimin e energjisë elektrike për një kategori konsumatorësh me një faturë vjetore 30 milion euro. 40 herë më pak se parat që u arkëtuan nga unifikimi i çmimit, pagesa e faturave të prapambetura dhe lufta ndaj vjedhjes së energjisë. Dhe përgjigja e fundit që duhet të na jap kryeministri është kjo. Kë premtim duhet të besojmë se do të ndërtohet Skavica dhe Shqipëria do të bëhet vend sovran në prodhimin e energjisë pa patur nevojë për importe, atë të vitit 2021 apo atë të vitit 2024. Se ky projekt vazhdon të qëndrojë në letër. Ne me Shtetet Bashkuara
nesër firmosim një marrëveshje për Skavicën, që do të financohet nga Shtetet e Bashkuara. Skavica ka filluar tani puna dhe që do ndërtohet brenda këtij mandati, do na jap mundësinë që ne të ruajmë rezerva. Në mandatin e 4, ne do të marrim përfundimisht pozicionin e një vendi sovran në energji, nuk do kemi më nevojë të importojmë energji nga askush. Përkundrazi, jo vetëm do të kemi për vete, por do të mund t'ju eksportojmë edhe tjerëve. Sidoqoftë, rëndësi në këtë fushat ka që të denoncojmë çyrykët anë këndvëndit në kuadër të pasaportës europiane. Në gjithë të intensitet informacioni shumë kush mund të mos e ketë marrë vesh arrestimin e ish drejtoreshës së Spitalit të Dibrës, Irini Shehu, e cila u bë e famshme sepse vinte dorë mbi vargësit e saj. Këtë radhë akuzohet për përndjekje. Zonjën Shehu ne kemi investiguar dhe denoncuar para 2 vitesh, pikërisht për të njëjtat arsye. Ishte dhunuese. Sigur institucionet ta kishin marrë seriozisht investigimin ton që në atë kohë, kush e di sa gjëra mund kishin kursyer, njerëz nga dhuna, nga përndjekja, ndiqeni vetë. Besoj të gjithë mbani mend ish drejtoreshën e Spitalit Rajonal të Dibrës, Irini Shehun, e cila u bë e njohur për dhunë fizike dhe psikologjike ndaj kolegëve të institucionit që drejtoi për disa vite. Kjo sjellje as pak normale për një drejtuese e institucioni ju kthye në bumerang dhe 2 ditë më parë ajo u arrestua nga policia pas një sër kallëzimesh për fyerje, kërcënime dhe përndjekje ndaj punonjësve të spitalit. Rasti më flagrant ishte ai i incidentit të ndodhur më 11 shkurt, ku Shehu, gjatë një debati me shefin e financave të Spitalit Dibër, Shaban Uklala, e kishte sulmuar këtë të fundit fizikisht me një kapse metalike letrash, çka çoi në shkarkimin e saj nga detyra. Por pavarësisht largimit, ajo ka vijuar të intimidoj punonjësit e spitalit. Siç është rasti i konfliktit me krye infermierën e Spitalit të Dibrës, Shpresa Biçi, të cilën e ka kërcënuar dhe ofenduar. Gjithashtu ka përndjekur edhe drejtorin aktual të spitalit, Rushdi Deda. Si pasojë, ajo është proceduar penalisht nga policia e Dibrës për veprën penale përndjekje. Por këto forma presioni nga zonja Shehu nuk janë të panjohura dhe ne do t'ju risjellim në kujtesë një rast të 2 viteve më parë kur kolegja Aida Topalli u përball me të. Unë sot jam këtu për të bërë publike një vendim që për mendimin tim ka qenë shumë i padrejt, i pa motivuar dhe i pa përgjegjshëm, që është marrë nga drejtoresha aktuale Irini Shehu ndaj meje. Drejtoresha nuk ishte akoma 10 ditë punë dhe pa patur asnjë kontakt pune me mua, pa pritur merr një vendim me të cilin mua më largon nga pozicioni i përgjegjësit të hotelerisë, pa motiv. Pra, zheja në spitalin e Peshkopis do të mbetej pa specialist derisa kandidatja e përzgjedhur të përfundonte trajnimin në Tiranë. Por pavarësisht këtyre denoncimeve, drejtoresha e atëhershme përgjigjej me arrogancë, duke thënë se këto ishin forma presioni dhe se nuk ishte frikë nga asnjëri. Se me kë kishin të bënin, kjo shije i qartë që 2 vite të shkuara. Por, zonja Shehu vazhdoi pa shqetësuar punën deri 2 muaj më parë. A do evitoheshin të gjitha këto skena nëse do ishte shkarkuar me kohë? Dhe për gëzimin tuaj njerëzve të ligë dhe për hidhërimin e njerëzve të mirë, kemi mbërritur në fundin e emisionit të përsotshëm. Duke ju uruar qetësi mendore para ekseseve të fushatës, se ju duhet është gjë më rëndësishme shëndeti mendor. Ju lëm takim javën tjetër në po të njëjtën orë, në po të njëjtin vend, me po të njëjtët njerëz, por me materiale të ndryshme. Dhe kujdes se piranjat kafshojnë!
që nga jugu në veri me të rëmje e rësirë në përfusha, në përkodra për shëllenje e kërsirë pra pura Hajpini ore qast për që kallin në të erët është se të lirast Hajpini dhe rëmbeni Pushti qepen, pushti arka Të paprek ju qeti dreka Milioner ju suri darka Hajpini rëmbeni Pushti arka, pushti qepen Që sa populli uja Të përgjigjet për qelepe